Universiteti i Vlorës Ismail Qemali ka kthyer tashmë në traditë organizimin e aktiviteteve sportive me të rinjt, me qëllim jo vetëm aktivizimin e tyre, por edhe për një jetë të shëndetshme. Beach volley ishte aktiviteti i radhës i organizuar nga Këshilli Studentor me mbështetjen edhe të drejtuesve të aktiviteteve sportive dhe kulturore pranë Universitetit të Vlorës Ismail Qemali, Eqere Memushi dhe Gjergji Iliadhi. Aktiviteti i radhës është organizuar gjatë kësaj të njëjteje në plazhin e ri, ndërsa studentët kanë marrë pjesë në të, duke treguar se Universiteti i Vlorës Ismail Qemali nuk është vetëm një institucion akademik, por edhe një institucion që jep rëndësi aktiviteteve sportive dhe shëndetit të studentëve. Drejtuesit e sektorit të organizimit të aktiviteteve kulturore dhe artistike në Universitetin e Vlorës, Eqere Memushi dhe Gjergji Iliadhi, shprehen në lidhje me këtë aktivitet të organizuar, por edhe me pritshmëritë në të ardhmen. Mendoj që në të ardhmen do të kemi aktivitete të tjera, do të jemi më këmbgurës dhe ne. Megjithatë, ishte një pozicion dhe një teren shumë i bukur për të argëtuar në përgjithësi. Pra kishim edhe muzikën, edhe gocat e djemë po argëtuan për mendimin tim. Ja arriti qëllimi të kjo aktivitet, presim të tjere që jenë sepse kemi, në muajin shtator kemi një aktivitet shumë, kemi bizeduar me Universitetin e Prizrenit, pra në Kosovë, dhe të shkojmë me 2 skuadra, me skuadrën e futbollit me 11 dhe me ekipin e volejbollit të vajzave, pra kemi bërë një kontakt dhe kemi rënë dakord, pra për të shkuar në të parë dhe pastaj ata në një datë tjetër mund na kthejnë vizitën. Ishte një aktivitet i këndshëm midis fakulteteve të Universitetit Ismail Qemali, ishte beach volley, organizuam këtu në këtë ambient kaq të bukur, me që edhe qyteti i Vlorës ka çelur sezonin turistik. Studentët u argëtuan, do vazhdojmë deri në fund të sezonit të provimeve dhe me aktivitete të tjera, me thënë larmishme që të aktivizojmë të gjithë studentët, me thënë sa më shumë të jenë të aktivizuar, aq me gjallëri ka jeta studentore në Universitetin Ismail Qemali të Vlorës. Edhe përveç studentët, është një emocion të marrësh pjesë në aktivitetet sportive të organizuara nga Universiteti i Vlorës Ismail Qemali. Sot në datën 28 maj, së bashku me Këshillin Studentor, ne arritëm të organizonim ndeshjen e volejbollit Buzdetit dhe gjithashtu edhe nesër përsëri Këshilli Studentor do të aktivizoj rrugtimin për në Porto Palermo së bashku me nxënësit e Erasmus, që kanë ardhur këtu për të studiuar në Universitetin Ismail Qemali Vlorë. Këto aktivitetet kanë qenë shumë frymëdhënëse për rinin, që edhe gjithashtu tregon se shkolla nuk ka vetëm studime, leksione dhe seminar, por gjithashtu ka dhe aktivitete ku mund të kënaqen shumë. Atëherë, sot jemi këtu Buzdetit të bukur të Vlorës, në këtë ditë kaq të bukur me diell, për të kryer aktivitetin e radhës të organizuar nga Universiteti Ismail Qemali, në mbështetje nga Këshilli Studentor i Universitetit, beach volley, që është një aktivitet tani më i bërë rutinë dhe i bërë traditë le të themi universitetit tonë. Kuptohet mesazhi është i qartë, sa më shumë sport për të rinjt dhe sa më shumë jetë për qytetin. Atëherë, sot përfundojmë aktivitetin e fundit të beach volley, organizuar me Universitetin Ismail Qemali Vlorës dhe në bashkëpunim me Këshillin Studentor. Ky është aktiviteti i fundit dhe premtojmë që do të kemi aktivitete më kuptimplota. Universiteti i Vlorës Ismail Qemali pritet që edhe në vitin e ri akademik të vijojë me këto aktivitete, të cilat tregojnë edhe jetën jashtë universitare për studentët, një jetë e cila është e gjallë, ashtu sikundër edhe jeta akademike, por ku në qendër është studenti, jo vetëm për evidentimin e talenteve në sport, por edhe për një jetë të shëndetshme dhe aktive.